Kryeministri Edi Rama gjatë një takimi në Shkodër ka bërë të ditur të njëjtën se Partia Socialiste do të prezantojë programin e saj politik për dekadën e ardhshme, të titulluar Shqipëria 2030. Sipas tij, ky program do të paraqesë vizionin dhe reformat për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Nesër ne kemi shpalosjen e Shqipërisë 2030 bashkë me gjithë grupin e deputetëve për t'i dhënë një perspektivë me piketat kryesore natyrisht, sepse ndryshe nga të tjerë që bëjnë programe elektorale, ne kemi një program që për çdo fush kemi një mal me strategji, me plan, me gjitha, kështu që është shumë masiv programi ynë, është program qeverisës dhe ne qeverisim, ne nuk jemi. Ai theksoi se një shumicë e fortë e qeverisjes është e domosdoshme për të garantuar rrugën evropiane të vendit. Që i thot Brukseli dhe i thot të 27 vendeve, ne populli shqiptar duam urgjent të hyjmë Bashkimin Evropian dhe prandaj e mbështesim këtë forcë politike, pavarësisht se nuk jemi të gjithë me këtë forcë politike, siç shqiptarët mbështeten Partinë Demokratike. Ndërkohë, paralajmëroi edhe ata antar të Partisë Socialiste që abuzojnë më pushtetit. Fuqinë që i jep populli përmes Partisë Socialiste për të bërë punë jo të ndershme mbas shpinës tonë, të shkojë atje ku ka vendin. Është shumë e thjeshtë, nuk ka asnjë gjë për të pasur dyshime dhe dilema. Por kjo është një propagandë e vazhdueshme, bum. Mesazhin për partitë e reja dhe mbështetjen për kandidatet femra. Nuk diskutohet që s'kam asnjë akuzë për të bërë, sepse unë e di se si mund të ndodhi, nuk kam pas dieni, por kanë dalë rrugëve kanë kërkuar njerëz. Merë babën, merë gjajën, merë vllajën, merë atë, pastaj këdo kapi dhe një tjetër me mush listën. Edhe çfarë do t'i japësh atyre? Puna atyre që bëjnë çfarë duan, të han kokat me njëri tjetrin nga jo anë. Unë këtu e kam për ata që janë. Raman komentoi edhe për partitë e reja që po garojnë në zgjedhje, duke ironizuar me faktin se disa prej kandidatëve të tyre janë prekur nga ligji i dekriminalizimit.